Hamdi takon Allahu Gjeleshanhu, salavatet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin dërum, pasi sot në këtë gjuma ka qëllu 28 nëntori, dëshirum pak të ndërlidhim këtë hutbe me një mesazh rreth kësaj dite, sepse zakonisht në këto ditët kombëtare të disa njerëzin gjallët edhe patriotizmi, po të disa të tjerë ngjallët edhe nacionalizmi. A pejgamberi on alayhis salam e urrejti nacionalizmin. Andaj pse ti e përmendën një datë të rëndësishme të popullit tënd, nuk është dëni problematik, po kur që ajo bëhet sebeb që ti urrejsh të tjerët, atëherë bëhet problem. Allahu Gjeleshanuhu krejt që këto njerëzi që i shohëm sot në botë, që thuhet si pas statistikave se janë 8 miliard, e nuk e dim se sa janë. Brenda këtyne 8 miliardve, janë 195 shtete në botë. Prej këtyne 8 miliard njerëzive në botë, në botë flitën mbi 7.000 gjuhë. Brenda këtyne 8 miliard njerëzive në botë, ka 5.000 deri në 10.000 nacionalitete të ndryshme. Dhe këto nacionalitete, njani thot vetit shqiptar, ai tjetri thot gjerman, ai tjetri kines, njani rus, njani amerikan, një argentin, një kujt diçka. Si cili e ka atë vetë. Dhe janë dikundi 5.000 deri në 10.000 etnicitete të ndryshme në botë. Allahu Gjeleshanu krejt këtë njerëzim e krijoi prej një njeriut. Të gjithë e kemi prej ardhjen prej Ademit a.s. E Ademin Allahu Gjeleshanuhu e krijoi prej toke. Pra Allahu Gjeleshanuhu në përmes pejgamberit a.s. dhe në përmes fjalëve të Kuranit na tregon se gjeneza e njeriut është një. Njerëzimi e ka një prejardhje, një njeri. Gjithë këto sot që i shohëm janë prej një njeriut. E ai një njeri është i krijuar prej toke. Pse na e përmend tokën? Që të na e boje me dije se gjeneza përsëri është në tokë. Sa do që ti t'japsh zord këtë dynja, njëni milet e shkelën tjetrin milet, një popull e shkelën tjetrin, ama fundi prapë se cili do t'a kese në tokë. Dhe mbas qindra vjetve, as kush bile sëndi daloje dhe ku e kije vorin e jo më të tjese emni ose qfar ke kanë. Prandaj, duhet të kemi mirë kuptim ndaj gjithë njerëzve në botë, respekt ndaj gjithëve, sepse kjo është parim islam. Duja çka është e jotja, nuk është e ndalume. Nuk është e ndalume ti thuj veti që jam shqiptar. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë unë jam arab dhe nuk i vinte mbare të thote se është arab, se çat etnicitet e kishte. Çati populli takonte dhe nuk ishte turp. Dhe ne s'duhet turp nofmi të themi pse jemi shqiptar, se këtë Zoti na ka caktuar në çket vend. Fen mund ta zgjedhim, njani e zgjedh islamin, ai tjetri e ka zgjedh krishterizmin, ai tjetri ka zgjedh pa fe, ama etnicitet, kombin, ti ke lind shqiptar. Kët nuk mund dhe vallas jam gërdit për shqiptar llokit do bëhem pisot e ta gjej Japon, se Japon shumë disiplinuar. S'ndrohet. Nuk mund kur do ti ta ndrysh. Pra ka dosende xhamat që me to lindesh dhe rritesh. Dhe kjo është pjesë e jona. Dhe nuk duhet me ndojmë se feja islame nëzit urrejtjen ndaj asaj çka i e. Jo, pejgamberi alayhis salam thojte shpesh se unë jam arab. Po edhe shokët vet nuk vandaloj që të thonë se çfarë etniciteti janë. Pse në historinë islame Bilal Habeshiu njihet me këtë epitet. Bilali prej Etiopie. Bilali Etiopias. Selman Farisiu, Selmani Persian, Suhejb Rumi, Suhejbi i Romakve. Pra, këto ishin 3 shok të afërt pejgamberit alayhis salam. Po sikur të kishte qenë ndaluar ti thotë dikush vetit mbas të kombit që i takon, pejgamberi alayhis salam di thotë o Bilal, mos i thujni mo Bilal Habeshiu. Po thojni Bilal ibn Rabahi, se baba Rabahja kanë kujt, edhe pse shumica e sahabëve u njifshin me emrin e babës, po Bilalin e lejoi pejgamberi alayhis salam krejt ta thirin Bilali Habeshian. Selmanit e lejoj t'i thonë Selman Farisiu, pra Selmani Persian.
E të kish qenë të një sahabi shqiptar dhe e kish pas emnin edhe mbi emnin me etnicitetin e vetë. Nuk dhe kish ndalu pejgamberi alayhis salam. Ama kur e ndalon? Kur ti nisen dhe thot unë jam më i mirë se ti. Këtu nisin ato problemet xhamat. Pejgamberi alayhis salam çka tha? Tha nuk ka përparësi, tha arabi ndaj jo arabit. Po asaj çka s'është arab, tha s'ka përparësi ndaj arab. S'ka përparësi, tha i bardhin ndaj ziut, e as i ziu tha ndaj bardhit. Krejt që në barabart. Përparësia, tha, është vetëm me devotshmëri. Kush o më i mirë? Çajo xhamat është ndarje e njerëzimit. Njeri mirë dhe njeri keq. Që këto dy ndarje janë vetëm. Sot disa mundohen ta çesin veten më të mirë se tjetri. Shifni Maqedon? Maqedon thonë jo ne jemi më të mirë se shqiptarët. Serbia që thotë jo ne jemi më të mirë se kosovarët. E çfarë ndodh aty? Ndodh luftë. Pra kur një popull mundohet të ngritet mbi popullin tjetër, ati do krise fesadi. Ati do krise belaja dhe do krise lufta. Pse ti e do babën tënd, nuk do thotë se baballarët tjerë ti urrejsh. Nëse e don vllaun tënd, kjo s'do thotë se vllaznit e tjerëve duhet ti urrejsh. Po, respektoje babën tënd, duje babën tënd, e baballarët e tjerëve i respekton. Pra dashnia ndaj njënës nuk do të thotë urrejtje ndaj tjerëve. E që këtë duhet ta kuptojmë ne, se xhamat dashnia ndaj popullit ton nuk duhet na shpije në urrejtje ndaj popujve tjerë. Dashnia ndaj popullit ton duhet të prodhojë respekt për gjithë të tjerët. Sepse thash, në kësaj raste zakonisht në festa nacionale, festa kombëtare, të disa njerëzi, mirë është që ta dimë se çfarë populli jemi, historinë tonë, të kalumën tonë, ama nuk do të thotë se tash në këtë ditë ne duhet të shpallim urrejtje ndaj tjerëve. Se ne jemi më të mirë, ju tjerët zbojni, vetë ne shqiptarët jemi të mirë në botë. Ju tjerët kërkush i zbon. Ai qetri Gjermani, zati Hitleri çka probleme kish me trunin e vet. Se Hitleri mendoi se është më i mirë se krejt racat tjera në botë. Edhe e nisi luftë me këtë dynjan. Pse? Ai thotë raca jeme është dominantja në botë. Raca jeme është më e mira. E në shtif 50 milion njerëz ju vrajtën për budallakinë e një njerit. Xhamat, ki mentalitet prodhon lufta. Ki mentalitet se ne jemi më të mirë se tjetri, dëshmoje me punë. Me punë xhamat dëshmot, jo me llafe. Ne nëse dojmë dikujt t'i kallëzojmë se jemi të mirë, duhet me punë, me aktivitete, me lëvizje. Jo rrin kokë shpinë e thuj më të mirët jemi. Jo, si je më i miri nëse ti nuk garron në arenën ndërkombëtare me diçka që ti ofrosh botës. Çka i ofron ti botës? Me çka ti i e garun botë? Me kur gjon? E patër? Si të shtihesh me Japonin, si të shtihesh me Gjermanin, si të shtihesh me Rusin, si të shtihesh me Amerikën. Me çka i ofron ti botës sot? Bota çfarë hajri she pi ty? Që ketë është ajo vlera e madhe që ti e ofron. Pra xhamat, të mundofmi të jemi produktiv dhe të jemi konkurrent edhe ne në arenë ndërkombëtare me punë, jo me llafe. Llafe si cili popull, si shkojsh, si cili shkon në Serbi, ato thotë ne jemi njerëzit e zgjedhët Zotit. Shko në vende tjera botërore, Izraeli çat probleme ka në Izraeli. Shifë çfarë thonë, ne jemi populli i zgjedhët i Zotit. Demek vetëm ato i paska zgjedh Zoti, tjerët jo. Edhe çfarë bën Izraeli tash shkatron tjerë. Pse? Se ajo është i zgjedh, e tjerët çka s'janë zgjedh, duhet t'i shkatroje, t'i luftoje. E çkim mentalitet se ne jemi më të mirë të tjerët s'bojnë, shkakton lufta xhamat. E ne duhet kemi kujdes që mos na bere, do thot mentaliteti jonë në luftë me të tjerët, po të jemi se Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, e kemi kriju thot njeriu prej Ademit alayhis salam, prej një njeriu, thot e kemi ndajt në popull edhe në fise. Për çfarë? Li ta'arefu. Që të njihen me njëri tjetrin. Do thot Allahu xhaleshanuhu nuk i krijoi njerëzit në gjuhë të ndryshme, popull të ndryshme, raca të ndryshme, që të luftojnë me njëri tjetrin. Jo, po i krijoi që të jenë, do thot, në njoftim me njëri tjetrin, bashkëpunim dhe si ta ndërtojnë botën më mirë. E shifni xhamat, Evropa e bani bashkimin evropian. Edhe pse Franca me Anglin kanë luftuar me vjete, Gjermania me Francë ka luftuar, me Rusi ka luftuar. Thot, nëse e merr historinë e Evropës,
krejt është e mbusht me luft me njëna tjetrën. Ama 1951 thonë, hajde i japim fund më këtyne lufta me qindra vjet, edhe bëjmë bashkimin evropian. Sot Evropa, edhe pse shtetet vogla xhamat, dominojnë mbi shtetet mëdhoja. Brazili për shembull është sa 20 Gjermania, ama tregtia e Gjermanisë e kalon do thot nivele botërore, do thot këtë Amerikën Latine, jo vetëm Brazilin. E tash si u bën një shtet i vogël, e që kështu të u ndihmu me njëri tjetrin, të u ndihmu, të u bashku. Edhe pse fenë mund ta kenë të ndryshme, gjuhën e kanë ndryshme, kulturën e kanë ndryshme, ama e kanë gjetë një pikë të përbashkët, interesin. E tash interesi ata i bën që të bashkëpunojnë. Edhe sot e shef francezi me anglezin, edhe pse para 100 vjetëve kanë luftu, bashkëpunojnë. Ne xhamat muslimanët, një Zot e besojmë krejt, e naj muslimani në Japoni, e naj muslimani në Amerikë, e naj në Afrikë, krejt themi Allahun e besojmë Zot, si cili e lexojmë një Kur'an, si cili kthefmi ka një kible, si cili thojmë e ndjekim një Muhammed a.s. si pejgamber, e në prap 100 fraksione, 100 drejtime, 100 mendime, një me një se një bën di musliman bashkë t'i bësh. Krejt për qamë, 57 shtete muslimanët, njësën e gjesht bashkëpunoje me tjetrin. Te i pas krejtat për bashkë. Ama xhamat, kjo është kur hije, do thot urrejtja ndaj tjetrit në baza nacionale, prandaj do ta largojmë urrejtjen dhe brenda kësaj ta mbjellim dashnin ndaj njëri tjetrit dhe ta mbjellim bashkëpunimin dhe përparimin. Vetëm me punë xhamat sot jemi dikush i botë. Allahu na mundsoft që ne si popull të japim kontributet tona për mirë e jo na dije bota për keq, po të na dije për mirë. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.